Dosja tashmë është në duart e prokurorisë së shkallës së parë të Direkcionit të Përgjithshëm Tibër, por pa autor të dyshuar. Në mbështetje të gazetarit Curri dolën të gjitha organizatat e gazetarëve në Shqipëri e Mëgjerë, përfshirë edhe delegacionin e Bashkimit Evropian, i cili zhvilloi një vizitë në Bulqiz. Ata kërkuan zbardhjen e sa më të shpejtë të ngjarjes nga organet e drejtësisë dhe vendosjen e autorëve përpara përgjegjësisë ligjore, duke cilësuar këtë rast si një provë për sigurinë e gazetarëve dhe funksionimin e shtetit ligjor. Ne pikë së parë kërkojmë nga autoritetet në Peshkopi për të bërë një investigim të plotë dhe të gjithanshëm që përgjegjësit e ngjarjes të vijnë menjëherë para drejtësisë dhe gjithashtu ne e vlerësojmë me termat më të maksimal gazetarin Sami Curri për gjithë punën që ka bërë në Bulqiz, në Dibër, por gjatë gjithë karrierës së tij. Duke qenë se vetëm kemi lënë pas ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, ne mendojmë që është shumë e rëndësishme që të gjithë të kontribuojmë dhe të mbështesim të gjithë gazetarët anë mbar në Shqipëri, sidomos gazetarët lokal, ku sfidat e tyre janë jashtëzakonisht të mëdha. Ne mbështesim plotësisht punën që ai bën, raportimin lokal në interes të publikut, më shumë për kushtim dhe integritet, dhe dënojmë sulmin që i është bërë javën e kaluar duke ju djegur makinën. Ne shohim atë si një sulm, si një atak të drejtë për punën dhe raportimin që ai bën. Ne presim nga institucionet që ky rast të hetohet plotësisht, që fajtorët të dalin para drejtësisë, dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim plotësisht Samiun, Bulqiza ime dhe gazetarët të tjerë lokal që bëjnë gazetarin në interes të publikut. Gjatë këtij takimi, përfaqësuesit e organizatave dhe të trupit diplomatik shprehen solidaritet të plot me gazetarin Sami Curri dhe inkurajuan vijimin e raportimit në shërbim të interesit publik. Ata theksuan se gazetaria lokale përballet me sfida të veçanta, përfshirë burimet e kufizuara dhe presionet e drejt për drejta, sidomos kur trajtojnë çështje si qeverisja vendore, industria minerare, kushtet e punës dhe ndikimi në mjedis.